5 minuta pasi zbrita në Milano, mu deshta pranoja që valixha ime nuk do gjendej më kurrë. Po, ajo që nisi si një ditë e bukur duke i hipur avionit për në Milano nuk vazhdoi të ishte më aq e bukur. Patjetër unë dhe shoqja ime shkuam në aeroport 3 orë para sepse jemi shqipe të marr. Nuk e di si është e mundur që aeroporti ishte po aq vap sa ishte dhe jashtë. Jo vetëm unë, por çdo person që po shiha rreth meje po djersiteshin. Ishte një tmerr. Nëse shqyr që avioni ishte i freskët si gjithmonë. Sa po arritëm në Itali, dora ime automatikisht u bë italiane, patjetër që radhat e pasaportat zgjati 1 orë e gjys dhe patjetër që valixha ime nuk u gjend. Shkova te Lost and Found dhe vetmja gjë që kisha në dorë ishte të prisja. Në këtë pikë mu prish gjithë udhëtimi, nuk e dija nëse dikush e kishte marrë valixhen apo nëse nuk ishte nisur fare nga Shqipëria. Po, në Milano ishte 40 gradë, por ndjej si 50, nuk ishte vap, por ishte nxehtë. Literalisht ndjej sikur po pisheshe në furr. Nëse duhej një kafe, pak grounding që të vija me këmbë në tokë. Shkuam në market dhe çmimet ishin shumë më të lira se në Shqipëri. Pastaj shkuam në dhomë, bëm dush dhe u bëm gati sepse në darkë do shkonim në teatr. Nuk duket si darkë sepse në Milano ersoi nga ora 10. Normalisht morëm një aperol rrugës për në teatr. Arsyeja kryesore që erdhëm në Milano është sepse kishim prerë bileta për shfaqjen Notre Dame de Paris. Pritshmëritë e mia u tejkaluan sepse ishte një shfaqje që më la me gojë hapur. Ishte një mrekulli. Pas shfaqjes ishim super të lodhura nga kjo ditë mistike, ndaj vendosëm të hanim një kebab sepse s'kishte asgjë tjetër hapur dhe pastaj ja futëm gjumit. Buonanotte, arrivederci. Po, update për valixhen do e keni në videon e radhës ku do bëj vlogun e ditës numër 2 në Milano.